Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po japim lajmet në televizionin 4+. Kryeministri Edi Rama hapi zyrtarisht fushatën elektorale dje në Lushnjë. Ai zhvilloi takime me mësuesit e Lushnjës, ku tha se Partia Socialiste ka dhënë provën e fortë të zbatimit të reformës në drejtësi. Kryeministri Edi Rama hapi zyrtarisht fushatën dje në Lushnjë. Rama, i shoqëruar nga drejtuesja e qarkut Fier Belinda Balluku, ka zhvilluar një takim me mësuesit e Lushnjës dhe më pas me qytetarët. Ai tha se Partia Socialiste ka dhënë provën e fortë të zbatimit të reformës në drejtësi. Gjatë fjalës së tij, Rama u pyet se sa do të rritet paga e mësuesve gjatë mandatit të katërt, por ai nuk u përgjigj duke thënë se është pjesë e projektit. Gjithashtu ai komentoi edhe protestën e organizuar nga opozita për mbylljen e TikTok, duke i quajtur të pakonceptueshme thirrjen e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha për të rinjtë që të ishin pjesë e protestës për rikthimin e platformës. Ai ironizoi edhe një video të Bashës, duke thënë se është i gëzuar që është rivënë në kontakt me Bashën, se nuk shtyhet fushata pa të. Janë bërë shumë gjëra gati dhe janë thyer shumë tabu. Shqipëria nuk është më vendi që të shikonin me dyshim të madh se mos nuk janë rregull kur thoshe hajde investon në Shqipëri. Dhe sigurisht që ne do ta ndajmë me publikun edhe këtë pjesë të objektivave që kemi për pagat, të objektivave që kemi për pensionet, të objektivave që kemi për investimet, që kemi për të gjitha fushët që kemi për strehimin, që kemi për çiftet e reja, të objektivave që kemi për biznesin. Kështu që edhe pak durim, edhe do t'ju tregojmë saktësisht të gjitha ato që kemi. Ka dy palë në raport me reformën drejtësi, në raport me SPAK-un, raport. Këta të tjerët që bërtasin dhe që me demek mbrojnë SPAK-un, këta s'kan gjëndor, këta SPAK-un e shohin si të vetmen mundësi për të luftuar me ne. Ndërkohë që ne SPAK-un e shohim komplet si gjë tjetër, e shohim si mjetin që i ka munguar Shqipërisë që nga 1912. Ama nëse futemi në Bashkimin Evropian, nuk diskutohet më barazia para ligjit. Nuk vjen dot njeri të thotë do mbyll SPAK-un, do të çliroj TikTok-un, do kupton se si mund të thotë një forcë politike na jepni votën të çlirojmë TikTok-un. Si mund të thrasë një forcë politike kalamajt në protest, ti thotë mos shkoni në shkollë, ju hajde në protest. Këto janë gjëra që janë shenja të mjaftueshme për të kuptuar që këtu nuk është lojë. Nuk është tifozliku. Dhe më shumë se kur edhe ata që jetojnë dhe mendojnë djathtas, duhet kuptojnë që Partia Socialiste ju duhet si mjet. Ju duhet si mjet për të arritur këtë qëllim. Futjen në Bashkimin Evropian. Futja në Bashkimin Evropian ndryshon gjithçka. Më pas kryeministri Rama bashkë me zëvendës kryeministren Balluku vizituan një fermë në Divjak, nga ku paralajmëroi ndryshimin e skemës së subvencioneve në blegtori. Kultivuesit e luleshtrydhës në zonën e Kafaraj në Fier kanë hasur vështirësi me luhatjet e ndjeshme të temperaturave gjatë ditëve të fundit, pasi pjekja e parakohshme sjell superprodhim, rënje të cilësisë dhe çmimit në 800 lekë të vjetra. Luhatjet e ndjeshme të temperaturave gjatë ditëve të fundit kanë vënë në vështirësi kultivuesit e luleshtrydhës në zonën e Kafaraj në Fier. Për të dytin vit radhës, fermerët përballen me një pjekje të parakohshme të luleshtrydhëve, duke sjellë superprodhim, rënje të cilësisë dhe çmim të ulët në treg. Fermerët pohojnë një zërasi se kjo situatë i ka dëmtuar së tepërmi, pasi kjo është periudha kur presin të kenë pikun e prodhimit për të justifikuar mundin e gjithë vitit. Është i dytë vit rresht që ne na dëmton kushtat atmosferike, si vjet edhe si vjet. Erat e ngrohta që frujton para 2 ditësh, 3 ditësh, edhe vjet në një kohë, na dëmtoi prodhimin e luleshtrydhës. Na i poqi, na i pruri atë prodhim, tregu nuk ka për këtë super prodhim që doli tani, edhe jemi në kushte të vështira. 4 ditë po bën që fryti një jug edhe prodhimi u poq komplet.
edhe i ra edhe si cilësi edhe tëra, po ra edhe çmimi. Nga 2600 lek që ka qenë, vajti 800 lek kilja. Të kemi pas një prodhim çik sasi shumë. Na kushtat atmosferike, na juga që fryti, erdhi me njëherë prodhimi. Tash paka shumë do vi në atë që duhet. Nga 2600 lek kilogrami që tregtoi disa ditë më parë, çmimi ka arritur në 800 lek të vjetra, duke u shkaktuar dëme të mëdha financiare. Kultivuesit e fermës më të madhe të luleshtrydhes në Shqipëri pohojnë gjithashtu se shteti në situata të tilla duhet u vinë në ndihmë me subvencione dhe në gjetjen e tregut, politika ndihmëse që nuk ju janë afruar asnjëherë. Ne kërkesat i kemi pasur gjithmonë, po asnjëherë s'na ka përfitur për këtë. Vetëm subvencionimi që japin 200.000 lek për hektar. I mjaftueshëm? Jo, fare. Nuk është shumë mjaftueshëm se një hektar do të paktën 12.000 euro. Një hektar, vetëm fidanin, blerja. Ai që blihet me shuk, kurse ai që blihet me kubik, vete 3.400, 34.000 euro hektari. Aplikojmë, s'marim gjë do të kesh 1 hektar thotë, po unë 2 dylym, ka që kam krabje no, për 2 dylym. S'mbaj as punëtor, as nuk më njihet mua, as naft, as edhe gjë. Unë jam i njerëkës. Kush ka 1 hektar, do të që është i kamur, ai shikohet. Ne të varfrit shkelmin. Ndërkohë fermerët pohojnë se në zonë duhet të ketë edhe fabrika të përpunimit të luleshtrydhes, kërkesë e hershme e tyre, por që deri më sot ka rënë në vesh të shurdhër. Mbyllja e platformës TikTok nuk do të zgjidhë problemet e të rinjve shqiptar, mendojnë ekspertët. Kjo masë e marrë nga qeveria shqiptare për një periudhë 12 mujore synon shmangjen e ndikimeve negative të kësaj platforme online dhe rritjen e sigurisë së fëmijëve. Rrjeti social TikTok u mbyll për një periudhë 12 mujore, si pjesë e masave të përkohshme sipas tyre për shmangjen e ndikimeve negative të kësaj platforme online dhe rritjen e sigurisë së fëmijëve në mjedisin digjital. Autoritetet morën këtë vendim pasi zhvilluan 1300 takime me rreth 65.000 prindër në të gjithë vendin. Kufizimi i rrjetit TikTok ndodhi sipas autoriteteve pasi një adoleshent goditi me thik për vdekje një adoleshent tjetër në muajin nëntor të vitit të kaluar. Ekspertët tregojnë për shumë platforma të tjera të medjave sociale, të cilave do të drejtohen të rinjt kur të mbyllet TikTok. Ata thonë se përgjigjja qëndron në adresimin e problemeve psikologjike dhe izolimit. Në momentin që ata janë bërë me dije për mbylljen e TikTokut, unë duhet të them që në masë mbi 90% e prindërve kanë qenë shumë dakord për këtë masë që është marrë. Ata besoj duan një lloj ndihme, duan një lloj përkrahje për të kufizuar dhe për të mbikëqyrur këtë kohë të harxuar kot në një farë mënyrë, energji dhe kohë e vlefshme harxuar për gjëra të cilat në një farë mënyrë i shkëpusin fëmijët nga njohuri thelbësore, njohuri të rëndësishme që duhen atyre për shkollën ose edhe për aktivitetin e tyre të përditshëm. Nuk do zgjidhet asgjë. Po ta lej hapur, problematika do vazhdojë dhe do deklarohet që shiko se po ta kishim mbyllur. Më mirë ta provoj të mbyllet dhe të shohim pastaj se ç'do të ndodhë. Megjithatë, besoj edhe një herë tjetër se nuk është zgjidhje mbyllja. Duhet një pakt më i gjerë për familjen që duhet të jap zgjidhje dhe jo sot për nesër, por në një periudhë afatgjatë. Qeveria shqiptare është në kontakt me platformën TikTok për instalimin e filtrave si kontrolli prindëror, verifikimi i moshës dhe përfshirja e gjuhës shqipe në aplikacion. Por ajo që për qeverin është një mas për të mbrojtur fëmijët dhe adoleshentët nga rreziqet e mjedisit digjital, nga ana tjetër është për opozitën një akt censure që merret në kulmin e fushatës zgjedhore. Emigracioni në Shqipëri do të vazhdojë të jetë i lartë në vitet në vijim, sipas studimit të fundit të Institutit të Vienës për studime ekonomike ndërkombëtare. Një studim i fundit i Institutit të Vienës për studime ekonomike ndërkombëtare lajmëron se emigracioni në Shqipëri dhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor do të vijojë të jetë i fortë edhe në vitet në vijim, pasi dëshira për të emigruar tek të rinjt dhe te personat e shkolluar është e lartë. Kjo ndodh për dy arsye kryesore. E para janë faktorët shtytës në Shqipëri dhe rajon që përfaqësojnë papustësinë e lartë të rinjve, pagat e ulta dhe mungesën e mundësive për rritje në karrierë dhe në zhvillim njerëzor. Vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia janë secila në rrugën e tyre drejt antarësimit të Bashkimit Evropian. Studimi thotë se antarësimi në Bashkimin Evropian mund të ofrojë avantazhe të rëndësishme socioekonomike për shtetet kandidate, por ka dhe rreziqe.
Tregjet e punës si në Ballkanin Perëndimor ashtu dhe në Bashkimin Evropian po përballen me mungesa të konsiderueshme të fuqisë punëtore dhe të aftësive. Sondazhet në Ballkan gjithnjë kanë treguar vitet e fundit se mungesa e fuqisë punëtore është pengesa kryesore për ambientin e biznesit. Në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi, bizneset e anketuara nga Banka Botërore si pjesë e programit të matjes së aftësive raportuan se përballen me sfida serioze në gjetjen e punëtorëve të gjitha profesioneve. Serbia ka raportuar mungesa të larta, 25% të teknikëve dhe profesionistëve. Shqipëria ka raportuar 20% mungesa në punonjësit e shërbimeve dhe shitjeve, ndërsa për punonjësit e kualifikuar mungesat janë jashtëzakonisht të larta në të gjitha vendet. Studimi tregon se individët që punojnë në sektor me mungesë të fuqisë punëtore brenda vendit kanë më pak gjasa të emigrojnë. Në të kundërt, mungesa e fuqisë punëtore në vendet e Bashkimit Evropian nxit migrimin, veçanërisht në sektor me kërkesa të larta si shëndetësia, teknologjia e informacionit dhe ndërtimi. Të dhënat tregojnë se Gjermania është destinacioni kryesor për emigrantët nga Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor. Rreth 40% e individëve të anketuar që shprehin dëshirën për të emigruar zgjedhin këtë vend si opsionin e tyre kryesor. Studimi thekson se aspiratat për migrim nuk varen vetëm nga faktorët ekonomik, por edhe nga lidhjet sociale dhe kërkesat e tregut të punës. Për të reduktuar dëshirën për emigrim, vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të përmirësojnë kushtet e tregut të punës, duke krijuar më shumë mundësi për punësim dhe zhvillim profesional, rekomandon studimi. Haga nuk i dha leje ish-presidentit Hashim Thaçi të marrë pjesë në varrimin e babait. Reagime në Prishtinë e Tiranë. Vendim i turpshëm. Gjykata speciale e Kosovës nuk i dha leje ish-presidentit Hashim Thaçi për të marrë pjesë në varrimin e babait të tij, Haxhi Thaçi, i cili ndroi jetë ditën e martë në qendrën klinike të Prishtinës, ku ndodhej i shtruar prej kohësh për shkak të problemeve shëndetësore. Në Kosovë dhe Shqipëri, ky vendim është kritikuar ashpër, duke i cilësuar si antinjerëzor dhe arbitrar. Kreu i PDK-s, Krasniqi, tha se në thelbin e çdo drejtësie të ndershme qëndron jo vetëm respektimi i ligjit, por dhe njohja e nevojave dhe të drejtave themelore të njerëzit, e drejtës për t'u ndarë nga ai që të solli në jetë, për ta përshëndetur për herë të fundit, për të qëndruar pranë familjes në ditën më të rëndë. Edhe vetëvendosja, ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu e konsideroi refuzimin si absurd, ndërsa tha se do t'i nisë një letër ankese kryetares së dhomave të specializuara. Kryeministri Edi Rama gjithashtu reagoi në një postim në rrjetet sociale, ku e konsideron absurditet dhe një nivel tjetër poshtërimi një gjykate të turpshme. Postimi i kryeministrit u shpërnda dhe nga emisari amerikan për misione të veçanta, Grenell. Trump dhe Putin do të flasin për tokën për termocentralet, për ndarjen e aseteve të caktuara mes Ukrainës dhe Rusisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe homologu i tij rus Vladimir Putin duket se kanë rënë dakord sipas Trump për shumë elemente të një marrëveshjeje paqeje në Ukrainë para telefonatës së shumë pritur të tyre. Trump shkroi në Truth Social se pavarësisht se në parim ka një marrëveshje, mbetet shumë për të bërë. Çdo javë sjell 2500 vdekje ushtarësh nga të dyja palët dhe kjo duhet të përfundojë tani, shkroi Trump. Ai më parë u tha gazetarëve se në telefonat do të shohin nëse mund të punohet për një marrëveshje paqe, një armpushim dhe unë mendoj se do të jemi në gjendje ta bëjmë këtë. Në fjalimin e tij të përnaçëm, presidenti i Ukrainës Zelenski akuzoi ndërkohë Putinin për zgjatjen e luftës. Ky propozim mund të ishte zbatuar shumë kohë më parë, tha ai, duke shtuar se çdo ditë në kohë lufte do të thotë jetë njerëzore. Ka patur mos përputhje nga brenda administratës Trump se sa të avancuara janë bisedimet e armpushimit, duke folur pas takimit të tij në Jeddah me zyrtarët ukrainas. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se pjesa më e madhe e bisedimeve ishte përqendruar te fakti se si do të dukej një proces negociator dhe jo te kushtet specifike. I dërguari i SBA-ve, i cili u takua me Putin të njëjtën në Moskë, gjithashtu ka patur një ton më të matur. Ndërkohë Britania e Madhe dhe Franca i kanë kërkuar Putinit të provojë se dëshiron një marrëveshje paqeje me Ukrainën. Shtëpia e Bardhë u shfaq më optimiste në prag të bisedimeve, duke thënë se paqja me Ukrainën nuk ka qenë kurrë më pranë. Sekretarja e Shtypit tha se Trump ishte i vendosur për të siguruar marrëveshjen e paqes. Në lidhje me atë që do të përfshin bisedimet, ajo tha, ka një termocentral që është në kufirin e Rusisë dhe Ukrainës, për të cilën u fol me ukrainasit dhe do të flitet edhe me Putinin. Me shumë gjasa bëhet fjalë për centralin e Zaporizhjas, më i madhi në Evropë që është pushtuar nga forcat ruse që nga marsi 2022. I pyetur të dielën se çfarë lëshimesh po merreshin në konsiderat, Trump tha, ne do të flasim për tokën, për termocentralet, ne po flasim tashmë për këtë, për ndarjen e aseteve të caktuara. Ky është edicioni i lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv.
Bashk, miru pafshim.